Fillimisht marrim fileto pule. Unë sot në total këtë recetë do ta pregatis me 800 gram fileto pule, cilat do të vazhdoj që t'i prej kështu në shirita, t'holla dhe gjata, për ta përshtatur me recetën që po e bëjmë gati. Tani marrim një jenë më të madhe dhe fillimisht aty do të shtojmë 2 vezë të plota. Si për vezëve, shtojmë 200 ml qumësht. Vazhdojmë tani brenda të shtojmë erëzat. Fillimisht shtojmë pak hudër në pluhur, pak rigon ose oregano, erëzat të përziera, piper të kuq, soda bikarbona, vetëm një lugë të vogël çaj. Tani vazhdojmë që shtojmë brenda edhe një gotë 200 ml plot me miell. Përzijem mirë tani, derisa të sigurohemi që masa do të lidhet, do të bëhet bashk. Pasi kemi përzier mirë, vazhdojmë tani filetot e pulës t'i hedhim brenda tek salca. Pasi shtojmë brenda, i përzijem mirë që të gjitha filetot e pulës të lyhen me salcën mirë. Për një rezultat më të mirë, filetot e pulës lejojmë që të pushojnë në frigorifer më spaku për 30 minuta. Dhe pasi kanë pushuar për 30 minuta filetot e pulës, vazhdojmë më njëherë që t'i rrotullojmë në miell. I rrotullojmë mirë në gjitha anët, derisa të sigurohemi që janë zhytur mirë në miell. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, përgatisim gjitha filetot e pulës. Tani në vajin e nxehur mirë, vazhdojmë dhe i shtojmë filetot e pulës, cilët i fërguam, të cilët i bëm gati më herët. I skuqim në zjarr të ulët mesatar, diku për afërsisht 10 minuta në të dy anët. Dhe të dashur miq, pjata për sot është gati. Filetot e pulës më të mira se në KFC, tani mund të vazhdojmë dhe t'i shërbejmë. Unë po i shërbej me një salcë të blerë të gatshme dhe këtu anash kam përgatitur edhe një sallatë pule. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.